Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Mirësitë dhe bekimet që ka sjell Zoti në këtë Islam janë të shumta, po ndër këto mirësi dhe begati të Zotit ndaj nesh është që na mundson që të rrim të lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam. Sidomos kjo tematika jonë që është e veçantë dhe pa trajtuar kështu në detaj, siç po e trajtojmë mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në lut të ringjall ditën e Kiametit me pejgamberin alayhis salam. Allahu në lut që të jemi të gjithë në rresht, kështu siç jemi këtu në mësim, duke marrë radhën për me pi nga dora e bekuar e pejgamberit alayhis salam, nga uji i Kautherit. Allahu në lut që ai të jetë ndërmjetësuesi ynë tek Allahu në atë botë dhe Allahu në lut që të jemi bashkë me të në xhenetet e Tij. Allahu në lut që ky takim dhe tubim të jetë i atill siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që besimtarët mlidhen dhe takohen për hatër të Zotit, për hir të Zotit, për të lexuar Kur'an ose për të medituar rreth fesë dhe besimit ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut derdhet mbi ta për jetojnë qetësi shpirtërore, mbulohen nga me lajket, Allahu xhallahu përmend atje ku është ai, e kur çohen nga këto takime dhe tubime, një zë thret nga qielli çohuni, se Allahu ua ka fal gjunahet, gjitha të këqijat ua ka kthyer në sevape, qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Me shpresën e të madhit Zot do të vazhdojmë me mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, por inshallah taala do t'i përmendim titullin çdo mrekullie, se kështu kemi thënë me numra, kurse nga sot e mbrapa inshallah taala do t'i përmendim titullin çdo mrekullie, pastaj do të përmendim hadithin me shpresën e Zotit. Atëherë mrekullia e 111, aroma e mirë si parfum nga pusi. Pra ndodh një mrekulli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe del nga pusi i ujit dilte arom parfumi. Çfarë ka ndodhur? Le ta shohim hadithin. Hadithin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë nga Wail ibn Hujr radhiyallahu anhu, Wail ibn Hujr ose Wail ibn Hujr radhiyallahu anhu. Tregon Wail ibn Hujr thot: Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ose utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma'in fashariba minhu thumma majja fi ad-dalwi thumma sabba fi al-bi'ri aw shariba min ad-dalwi thumma majja fi al-bi'ri fafaha minha mithlu rih al-misk. Pra sahabiu i nderuar Wail ibn Hujr tregon: I sollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një kovë me ujë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam piu prej kësaj kove ujë dhe e përziu pak. Masi piu, e përziu pak me gojën e tij, me bështymen e tij, ujin në kovë. Dhe pastaj thotë mori ujin e kovës dhe e hodhi në pus dhe dilte thot nga pusi si era e miskut, si era e parfumit. Elhamdulillah, mrekulli për mrekullive që Zoti i ka fal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ne e dim shumë mirë që nga trupi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dilte aromë e mirë, aromë parfumi misku, dhe se djersa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte si djersat e tjera që kanë erë të keqe, aromë të vështirë. Djersa që dilte nga trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte si parfum, si misk. Për këtë arsye transmetohet, ne kemi përmend më përpara, më duket se kur flejtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjumë, ja mlidhshin djersën, e hollojshin edhe e përdorshin për parfum sallallahu alaihi wasallam. Kështu që edhe kjo që ka ndodhur këtu nuk është ndonjë, domethënë, nuk është ndonjë diçka e pamundur, përderisa trupi i tij kështu buronte erë të mirë sallallahu alaihi wasallam. Mrekullia e 112, pak në sipas renditjes që ne kemi bërë, 40 burra pin nga 2 caliqe uji. Imran ibn Husein, hadithi, domethënë
transmetohet nga Buhariu. Imran ibn Husejni radiallahu anhu thot, ishim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një udhëtim, ndërkohë që na kishte marrë etja shumë fort. Ndërkohë që po ecnim, një grua ishte e hipur mbi deve, kishte 2 caligje të mbushur me ujë dhe i kishte të ndara në 2 anët. I tham asaj gruas, a ka ujë? Ajo tha, lama, s'ka ujë. Innehu lama, s'ka ujë. E pyetëm sa është larg nga këtu deri ke shtëpia jote, pra tek familja jote. Ajo tha 1 ditë natë. Pra kishte dalë në kërkim të ujit, kishte gjetë ujë, kishte mbush caligjet dhe po vinte 1 ditë natë derisa të arrit tek shtëpia e saj. I tham, a shkojmë tek pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ajo tha, wa ma Rasulullah, e ç'është ky i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk arritëm ta bindim ndërkohë që vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të njëjtat fjalë që i tham ne, a ka ujë? Tha s'ka ujë. Dhe ajo shtoi përveç se çfarë na kishte thënë ne, thot i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që jam nën jetimësh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha na jep caligjet. Vetëm t'i fërkojmë grykat. Ke parasysh ku lidhet caligu. Vetëm t'i fërkojmë dhe nuk do të humbi asgjë nga uji jot. Thot sahabiu, فمسح في العزلوين أي مسح على فتحة المزادتين فشربنا 40 رجلا حتى روينا. I fërkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 2 grykat e calikut, thot dhe kemi pi ujë 40 burra që etja kishte shku në fund. Pejgamberi alayhis salam na tha, sillni caligjet dhe enet që keni me vete. Çfarë keni me vete sillni? Thot, famala'na kulla qirbatin ma'ana wa idawatin ghayra annahu lam nasqi ba'iran. I mushëm, thot, çfarë kishim marrë me vete? Me enë, me caligje, çfarë kishim i mushëm gjitha. Por se thot, nuk ju dham me pi deveve. Ndërkohë që edhe devet ishin të lodhura. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha përsëri, hatu ma indekum. Sillni çfarë keni aty me vete. Dhe sollëm, thot, ca copza buke dhe hurma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha asaj me vete. Kur shkoi tek shtëpia e vet, gruaja ju tregon aty në familjarëve dhe ju thot: Laqitu ashara an-nasi au huwa nabiyyun kama za'amu. Kam taku sot më magjistarin e njerëzve ose mund të jetë pejgamber, profet, siç thoshin ata. E Zoti i Madh e boni sebeb këtë gruan që të udhëzohet dhe udhëzu gjithë lagja e saj. Fa aslamat wa aslamu. Ajo pranoi Islamin dhe ata e pranuan Islamin. Ibn Hajeri rahimahullah bën një koment shumë interesant për këtë hadith dhe thot këtu kemi 2 gjëra interesante, thot. E para është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë me pi 40 njerëzve kanë pi, thot, dhe kanë mushur enet e tyre. Thot dhe nuk ka ndiku kjo në sasinë e ujit. Madje, thot Ibn Hajeri, në një transmetim, u mushën caligjet më shumë se sa ç'kishte ajo në fillim fare. Pra nëse themi caligjet ishin mush për gjysëm, mas kësaj mrekullie pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ato u mushën, thot,
gati sa s'po pëlqisnin ca liqet e gruas, mbasi i preku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mrekullia e radhës, uji nga gishtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tesbihu i ushqimit. Do të veni re diçka këtu. Ka gjëra që duket sikur përsëriten, po janë ngjarje të ndryshme. Për këtë arsye ka thënë Imam Kurtubiu, rahimahullahu taala, dhe disa të tjerë për imamëve të mëdhenj, nuk ka dyshim se mrekullia e ujit nga pejgamberi sallallahu e shtimit të ujit ose e daljes së ujit nga durët e pejgamberit sallallahu ose shumimit të ushqimit me prekjen e pejgamberit sallallahu është diçka që ka ndodhur dhe arrin thot gradën tawatur, pra transmetim masiv. Pra nuk ka ndodhur një ngjarje, edhe e kanë transmetuar katër veta. Janë për këtë arsye unë po I lexoj emrat e transmetuesve. Janë çdo transmetues në vete që tregon ngjarjen e tij. Uji që del nga gishtat e dorës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tesbihu I ushqimit që preku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith, domethënë hadithin e parë transmeton Al-Asbahani në librin e tij Delail an-Nubuwa. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu. Ishim me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një udhtim. Faqalla al-ma, s'kishte ujë. Pothuajse s'kishte fare ujë. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Utlubu fadlatan min ma", më gjeni pak ujë. Sa të ketë mbetur pak ujë. I sollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot një enë në të cilën kishte shumë pak ujë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bërtiti me të madhe dhe tha: "Hayya ala tahurin, hayya ala tahuril mubaraki wal barakati min Allah." Ejani në ujin e pastër dhe në bekimet e Allahut. Pra nuk është profeti ai që e bën mrekullinë, për Allahut. Thot dhe e pash me sytë e mi, thot kush është transmetuesi? Abdullah ibn Mesudi. Dhe pash thot me sytë e mi se si dilte thot uji mes gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pim gjithë, mbushëm gjithë. Ndërkohë thot kur ulëm më ngrën thot dëgjoja se si ushqimi në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I bonte tesbih Allahut. Para se me fut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gojë, dëgjojsha thot që ushqimi thoshte subhanallah, 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 subhanallah. Ngjojsha tesbihu pra madhërimi I Zotit, vlerësimi I Zotit nga ushqimi në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që ne thotë jo vetëm që pim, po edhe morëm abdes të gjithë. Pra ke parasysh sa harxhon robi kur merr abdes e kështu me radhë. Pra këtu kemi pra dy mrekulli në një transmetim, si më thon shpërthimi I ujit mes gishtave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe madhërimi I Zotit nga ana e ushqimit në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri për pejgamberëve që ka pas një mrekulli të ngjashme. Kush ka qenë? Daudi alayhi salatu selam. Kur Daudi e madhëronte Allahun, e shoqëronin dhe malet. Kurse këtu jo nga pejgamberi selam, ushqimi në dorën e pejgamberit alayhi salatu selam. Thonë disa prej komentatorëve të hadithit, thotë kjo është një mrekulli më e madhe sa mrekullia e Daudit, se malet bëshin madhërim të Zotit kur Daudi alayhi salam e madhëronte. Kurse këtu ushqimi madhëronte Allahun pa fol gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë jemi 114. Transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithin e gjejmë tek Musnedi Imam Ahmedit. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tregon, thot ishim një ditë me pejgamberin alayhi salatu selam në shkretir dhe nuk kishte ujë. Dikush erdhi tek pejgamberi alayhi salam dhe I tha: "Ja Rasulullah, lejse fil askeri ma",
O i dërguar i Allahut, në kamping nuk ka ujë. Faqala hal indaka shay? I tha, po ti ke diçka? Qala na'am. Ai tha, po kam unë diçka. Qala fa'tini bihi, masil, atë që ke ti masil. Thot, fa'atahu bi ina'in fihi shay'un min ma'in qalil. I solli një enë në të cilën kishte shumë pak ujë, faja'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu ala fami al-ina'i wa fataha asabi'ahu. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i vuni gishtat në buzë të enës dhe i hapi gishtat. E vuni dorën në buzë të enës dhe i hapi gishtat. Qal fanfajarat min bayni asabi'ihi uyun. Pash me sytë e mi se si shpërthyn burimet e ujit mes gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhëroi Bilalin radhiyallahu anhu dhe i tha: "Nadi fin nas al-wudu al-mubarak." O Bilal, thirr tani njerëzit të vinë të marrin abdes me ujë të bekuar. 115. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala hadithin e Anas ibn Malik e transmeton Buhariu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon: "Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatu al-'asr faltamasa an-nasu al-wudu'a falam yajiduhu." Ishim me pejgamberin alayhis salam dhe hyni koha e ikindis. Njerëzit po kërkonin për ujë dhe nuk kishte. Fa utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in. Kishte vetëm pak ujë sa me marr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-ina'i yadahu. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në atë enën që i sollën me marr abdes vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vuni dorën e tij sallallahu alaihi wasallam. Wa amara an-nas an yatawadda'u minhu. Pastaj u tha njerëzve, merrni abdes nga kjo ena, pra filloni dhe merrni abdes nga kjo ena. Qal kush? Tha Anas ibn Malik, fara'aytu al-ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi hatta tawadda'u min akhirihim. E shihja ujin që shpërthente poshtë gishtave. Ajo si ishte ajo tjetra? Mes gishtave. E shihja ujin, thot hadithi ibn Abdullah ibn Abbasit, e shihja ujin si buronte poshtë gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sa morën abdes të gjithë. E pyeta, thot Qatadia, transmetuesi nga Enesi. E pyeta Enesin radhiyallahu anhu, "Kem kuntum?" Sa veta ishit? Tha 300 au zuha'a 300. Aty ke 300 ose aty ke 300 e sa ose e 300 pasa. Diçka tjetër, pra rreth e rrotull 300-shes. 116 hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu është pak hadithi gjatë, për këtë arsye unë vetëm ku ka fol pejgamberi sa do ta lexoj në gjuhën arabe. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon: Një ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha: "Ja Jabir, nadi bi wudu'in." O Jabir, na sill ujin e abdesit ose thirr kush mund të ketë ujë për abdes. Fa qultu la wudu'a. La wudu'a, la wudu'a. I thash s'ka ujë për abdes. Nuk ka ujë për abdes, nuk ka ujë për abdes 3 herë. Qal qultu ya Rasulallahi ma wajadtu fi ar-rakbi min qatratin. Thash o pejgamberi i Zotit, nuk kam gjetë as i pik ujë në të gjithë karvanin. Ishte një burr, thot, prej ensarve, i cili kishte një si enë lëkure, në të kishte pas ujë, po ujë ishte tharë dhe kishte ngel lagështina në atë lëkure, në atë enën për lëkure.
I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Intaliq ila fulan ibn fulan al-Ansari fanzur hal fi ashjabihi shay." I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Shko tek filani, biri filani prej ansarëve dhe shif, a ka një çik ujë?" Thot dhe shkova thot tek personi që më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte thot atë enën e lëkurës thot, por se uji thot s'kishte sepse uji ishte tharë, kishte ngel vetëm diçka e lagët aty. Pra po ta shtrydhje thot nuk dilte gjë. Erdha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: "Ja Rasulullahi, inni lam ajidu fiha illa qatratan fi azla'a shajbin minha." I thash: "O i dërguar Allahut, nuk gjeta ujë, vetëm se i pik lagështire që ishte në një cep të saj. Po ta shtrydh nuk del prej saj gjë." Qal idhhab fa'tini bihi. Mirë, ma sill. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujt? Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. E mora thot dhe e solla. E mori në dorë dhe filloi të fliste diçka. Kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fala adri ma huwa, se kuptojsha mirë çapo lutej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e shtrydhte me dorë, ose si më thonë, kapte me dorë atë vend në lagët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ma dorëzoi mua. Fa qala ya Jabir nadi bi gjifnetin. Tha: "O Xhabir, sill një enë të madhe tani." Bërtita thot dhe e solli dikush një tip kazani të madh thot me zor e bajtë dhe e solli. E vuna përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte vu dorën tani te kjo ena, te kjo lëkurës që ishte pak e lagët dhe nga aty filloi të buronte uji për tek ajo e madhja. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Merre o Xhabir dhe më hudh mua ujë për abdesin dhe thuaj bismillah." E mora thot për t'i hedhur ujë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po bëra bismillah. Pra ja fillova t'i hedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa qultu bismillah, dhe thash bismillah. Ndërkohë thot që shihja se si uji dilte nga dora e pejgamberit, nga gishtat në mes të gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u mbush ajo ena e lëkurës dhe nga ajo binte ujë tek ajo ena e madhe. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Ya Jabir nadi men kana lahu hajatan bima." O Xhabir, thirri njerëzit, kush do ujë le të vi. Dhe erdhën thot të gjithë njerëzit me pi ujë, derisa thot u ngopën, derisa pinë gjithë. Pastaj bërtita unë thot dhe thash: "Kush don më prap?" Thot s'kishte më njëri. Pastaj e ngriti dorën pejgamberi sa nga ajo ena e lëkurës dhe ajo ishte e mbushur plot, e la plot. Pra kishte në fillim fare vetëm ishte e lagësht dhe pejgamberi sa e la të mbushur plot. Okej, 117. Po Xhabiri radiallahu anhu transmeton dhe këtë hadithin e Xhabirit, këtë e transmeton, është përmendur në komentin e Imam Muslimit në librin El-Mufhim li Maushkil min Talkhis Kitab Muslim. Xhabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu tregon: ishim në një luftë me pejgamberin. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon: ishim në një luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kemi qenë thot bid'at 10 wa 200, 217 burra. Erdhi koha e namazit. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: hal fil qawmi min tahur? A ka një njeri ujë? Fa jaa rajulun yas'a, erdhi një burr me vrap bi idawatin fiha shay min ma,
me një enë në të cilën kishte pak ujë. Walaysa fil qawmi ma'un ghayruhu, ndërkohë që s'kishte ujë asnjë përveç këtij uji që kishte ky personi. Fasabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qadhin. I dërgoi Allahu sa me mori atë ujin që kishte ky personi dhe e hodhi në një enë më të madhe. Tha, fillun njerëzit të u afru. Tha pejgamberi sa sem, ala ruslikum, qetësoni, pra me kujdes, qetësoni. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e vuri thot dorën e tij në ujë tek ena e madhe dhe tha bismillah me emrin e Allahut. Thumma qal asbighu at-tahur, merrni abdes siç duhet, pra mos kurseni ujë. Merrni abdes ashtu siç duhet. Fa huwa alladhi huwa ابتلاني ببصري لقد رأيت عيون الماء تخرج من بين أصابعه فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعين. Pasha Zotin thot që më ka dhënë shikimin, kush është transmetuesi tani? Prap Xhabir ibn Abdullah. Pasha Zotin thot që më ka dhënë shikimin, i shihja cyryllat e ujit të dilnin mes gishtave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam derisa morën abdes të gjithë. Pra 217 njerëz. 217 njerëz. Pra kemi një mrekulli me 217, kemi një tjetër, me sa ishte ajo tjetra? Me 300, po. Edhe ishte një tjetër me 40. Bën një koment interesant Imam Kurtubiu, Imam Nawawiu, thonë, po ta krahasosh thonë me mrekullinë e Musait alayhis salam, mrekullia e pejgamberit është më e fortë. Mrekullia e shpërthimit të ujit nga guri ka ndodhur vetëm një herë Musait alayhis salam. Kurse kjo i ka ndodhur pejgamberit sa me 10 raste, një. E dyta, thot Ibn al-Hajjeri, thot edhe në ujë, thot që të dali ujë nga guri, thot, domethënë është ka i linj. Kurse thot që të dali thot ujë nga trupi i njeriu, e të mojnë abdes, e të pinë ujë, thot, kaq numri i madh njerëz, thot, kjo është me të vërtetë mrekulli, sepse është e jashtëzakonshme. Dhe ne kur kemi thonë për kufizimin e mrekullisë, çfarë kemi thonë? Ngjarje e jashtëzakonshme. Ngjarje e jashtëzakonshme që Zoti jep një provë etj deri në fund. Pusi i Hudejbijes, mrekullia e 118, pusi i Hudejbijes. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu tregon, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na tha: Innakum sata'tuna gadan insha Allahu 'ayna Tabuk. Innakum lan ta'tuha hatta yudhahi an-nahar. فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيء حتى آتي. Nesër, insha Allah, do të jemi tek burimi kryesor i Tebukut. Kur të vini tek burimi kryesor, mos prekni prej ujit të saj asgjë derisa të vi unë. Erdhëm, ashtu siç tha pejgamberi sa në kohën e paradites, në kohën e duhas. 2 njerëz kishin shku përpara nesh dhe ata kishin prek ujin. Uji ishte shumë pak, pra nga burimi dilte shumë pak ujë. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na pyeti të gjithëve: Hel mesestuma min ma'iha shay, keni prek nga uji i burimit gjë? Than ata të dy, po, kemi prekur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu an yaqul. Ju ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam goxha, rond. Si ka thon sahabiu, fa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu an yaqul. Don ju ka fol sa ka dash Zoti me ju fol, domethënë ju ka fol rond pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se kundërshtuan urdhrin e tij sallallahu alaihi wasallam.
Pastaj thot u mlodhën njerëzit pranë burimit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lau duart dhe fytyrën e tij, pastaj e ktheu dhe një herë ujin në burim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka la durët, ka la fytyrën, edhe ujin e ka kthyer edhe një herë në burim. Thot transmetuesi i hadithit, mirë shpirt. Allah. Mirë shpirt. Hajde prap, ha? Aleikum selam. Thot e ktheu pejgamberi sa sem sërish ujin në burimin ku u la aty, dhe filloi uji të shpërthente nga burimi ky burimi që kishte pak ujë në fillim. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha mua. Pastaj erdhën njerëzit, morën pinë të gjitha, pastaj më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju sheku ja Muadh, in talet bika hayatun an tara hahuna qad muliya jinanan. O Muadh, po dha Zoti jetë, do ta shohësh këtë vendin këtu që do të jetë i mbushur me kopshte. Sot vendi që ka më shumë prodhim dhe që ka burime, domethënë edhe ujë, po edhe të mbjella, ullinje, hurma, grune, vendi më i begat që ka Arabia Saudite është zona e Tebukut. Për këtë arsye thotë jo, këto është Tebuk. Në Tebuk. Thot një nga komentatorët e tij thot, këtu kemi thot 2 mrekulli. 3 mrekulli. Një, njoftimi i tij se kur do të mbrin dhe mbritën fiks. 2, shpërthimi i ujit nga burimi i cili është një burim shumë i dobët. 3, njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kjo zonë do të jetë një zonë e begat e mbushur me kopshte, pra me prodhim. Mrekullia e 119, 120. Duke se e ka lumë njënën. Po, atëherë 120-a posi i Hudejbijes. Posin e Hudejbijes na e transmeton kush sahabi? Bara ibn Azib, ndërsa në librat e hadithit e gjejmë tek Imam Buhariu. Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala thot, kunna yawma Hudejbija 14 wa 100 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. Kemi qenë thot në Hudejbije, pa në luginën e Hudejbijes, dhe aty thot kishte një pus. Kemi qenë thot 114 veta rreth atij pusi, thot kena marr ujin e pusit derisa s'ngeli më aty asgjë. I dërguari Allahu sa sem erdhi, hypi mbi të grykën e pusit, si quhet kjo? Gryk. Gryka e pusit që është lart mbi tokë. Dhe boni dua. Pejgamberi sa sem boni dua. Fada'a bima'in famadmada. Thot pastaj kërkoi ujë dhe futi ujin në gojë edhe në hun, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e derdhi në pus. Pra futi ujin në gojë dhe në hun, edhe ka kthy, nuk e nxorri jashtë, po e derdhi në pus. Thot فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت وصدرت ركائبنا. Thot mas pak thot pusi u mbush me ujë, pim ne, morëm me vete, ngarkuam edhe ato kuaj që kishim me vete, devet që kishim me vete, për të kthyer në Medinë. Reja shkarkohet, reja shkarkohet me lutjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtë histori është ngjuar, kjo histori
historia e burrit që u fut në xhami. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon. Kush e transmeton hadithin? E transmeton hadithin Buhariu, disa transmetime dhe Imam Muslimi. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon një burr u fut në xhami për ditë xumaje. Nga një derë që ishte ball për ball me minberin, foltoren e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po mante hutben e xumas. Ai burri thot erdhi ball për ball, fytyrë për fytyrë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe qëndroi në këmbë. Faqal, fa, ja Rasul Allah, halakel mal, هلكت المواشي وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا. O i dërguari i Allahut, pasuria u shkatru, kafshët po na ngordhin, rrugët janë prish, lutju Allahut që të na zbresi shi. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. Ka bërë lutje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë 3 herë: O Allah, na hidh shi, o Allah, na hidh shi, o Allah, na hidh shi, o Allah, na nimo, o Allah, na nimo, o Allah, na nimo. Anas ibn Malik tregon: Pasha Allahun, kur jemi futa dite për xhuma, po edhe ajo pjesa që shifshim në qiell nga xhamia, nuk kishte në qiell thot asnjë fije reje. Derisa thot u shfaq një re thot nga mali Sel'. Pastaj thot filloi të afroheshin re thot u bën një grumbull i madh dhe resh thot dhe filloi të binte një shi thot pandar. Dhe nuk e kemi parë diellin një javë. Pra ka rashi pa pushuar një javë. Dolëm nga xhamia të lagur. Pra ka bë duan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë fal namazin, ata janë bë qull, pra janë lag gjithë. Dhe kështu vazhdoi shiu thot pa pushim deri xhuman tjetër. Xhuman tjetër, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po mante hutbën në xhumas, u fut thot i njëjti burr nga e njëjta derë ball për ball me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i erdhi ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po mante hutben e xumas. Dhe tha: Ja Rasul Allah, tahaddamat al-buyut wa halakat al-amwal wa inqata'at as-subul wa muni'at at-tariq fad'u Allah an yumsikaha. O i dërguari i Allahut, na u shkatru pasunia, po na ngordhin kafshët, u prishën rrugët. Lutju Allahut ta maj. Lutju Allahut ta mbledhi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buzëqeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Enesi, thot i ngriti duart pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akam wal jibal wal ajam wal dharab wal awdiya wa manabit ash-shajar. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam u lut duke thënë: O Allah, për rreth nesh, jo mbi ne. O Allah, për rreth nesh, jo mbi ne. O Allah, në për kodrat e dheut, në për kodra, në për male, në për lugina dhe në për rrënjat e pemëve. Thot, kush? Anas ibn Malik. Thot, u shpërndan dhe doli dielli, thot, u çuditëm dhe u habitëm dhe u mahnitëm se si u futëm në xhami dhe se si dolëm për xhamia të thatë të gjithë. Pra pas sa qenë ko verë me sa duket. Me sytë e mi, thot, subhanallah, Xhabiri thot, me sytë e mi i shihja ret që kputeshin copa, majtas dhe djathtas, thot, derisa u liru i gjithë qielli. Atë këtu faktikisht kemi dy mrekulli. Mrekullia
e rënies shiut dhe mrekullia e ndalimit të shiut dhe mrekullia e përgjigjes që Zoti i boni lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë jemi tek 121-shi, nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon: njerëzit erdhën dhe u ankuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thatësirën e shiut. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në xhami mbi minber. Ja, edhe një herë. Atëherë, njerëzit u ankuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thatësirën e madhe dhe mungesën e shiut. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që ta vendosin një minber në musalla, në vendin ku falshin bajramin. Në vendin ku e falshin bajramin. Dhe ju tha njerëzve: mblidhuni filan ditë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam doli siç ju tha njerëzve, pra në orarin që ju kishte thonë njerëzve se duhet të dalin. Ul mbi minber sallallahu alaihi wasallam, bëri tekbir, tha Allahu Akbar, hamidallahu azza wa jall, e falendroi Allahun dhe e madhëroi, dhe ndër të tjera tha: innakum shakawtum jadba diyarikum واستئخار المطر عن أبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. Ju mu ankuat se ka thatësirë dhe u ankuat se shiu është vonuar nga koha e tij e zakonshme. Zoti ju ka urdhëruar që t'i luteni dhe ka premtuar se do t'ju përgjigjet. Pastaj tha: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, La ilaha illa Allahu, yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu, la ilaha illa anta, anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alayna al-ghayth waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Pastaj pejgamberi sa më tha: falënderimet dhe lavdet i takojnë Allahut, Zotit të botrave, i gjithë mëshirshëm i mëshiruesi, Zoti sunduesi dhe mbreti dhe gjykatësi i ditës gjykimit. Nuk ka Zot të vërtetë që meriton të adhurohet përveç Allahut. Ai bën çfarë të dojë. O Allah, ti je Allahu. Nuk ka Zot tjetër të vërtetë përveç teje. Ti je i pasuri dhe ne jemi të varfrit. O Allah, na zbrit shiun dhe bëj atë shi që do të zbresësh forcë dhe fuqi për ne deri në një kohë tjetër. Thot nëna e besimtarëve, Aisha, i ngriti duart pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, aq shumë i ngriti duart saqë dukeshin sqetullat, pra aq shumë i ka ngrit duart pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ju ktheu njerëzve shpinën, ktheu rrobat mrapsh, pra rrobat i ktheu mrapsh, dhe kështu vazhdoi të bëj dua. Pastaj zbriti dhe fali 2 rekat namaz. Ky quhet namazi i kërkimit të shiut, istisqa, namazi i kërkimit të shiut. Thot nëna e besimtarëve, tregon: Allahu xhella xhelalu dërgoi një re e cila ka hedh një shi të jashtëzakonshëm, saqë njerëzit u lagën duke fal namaz. Dhe njerëzit thot fillun duke ikë me vrap mas namazit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot që shifte njerëzit dhe qeshte. Ai shumë thot ka qesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë ditë, saqë për herë të parë kemi parë dhe mballët sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha: ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anni abdullahi wa rasuluh. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam tha: ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Dëshmoj se Allahu për çdo gjë, për gjithçka është i plot fuqishëm, dhe dëshmoj se unë jam rob i tij dhe i dërguari i tij sallallahu
alaihi wasallam. Pra ka qenë thatësirë, ka qenë kohë, si më thonë, e vështirë, edhe Allahu xhallal xhelaluhu ka falë pejgamberit sa namazin e istisqas, pra namazin e kërkimit shiut, s'kishte në qiell, si më thonë, asnjë re, dhe njerëzit u kthyen në shtëpiat e tyre dhe shiu po binte. Si jemi me kohën? Kemi kohën. Mrekullia e radhës, që mu më del këtu numri 124. Me një thele buk ushqehen 10 persona. Me një thele, si më thonë, me një rreth buke, ushqehen 10 persona. Wathilatu ibn al-Asqa radhiyallahu anhu tregon. Hadithin transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Wathilatu ibn al-Asqa tregon. Ishim, ai tregon për veten e tij, me banorët e Sufës. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkoi një thel buk dhe e mori dhe e theu e shiu në një enë. Aty pastaj vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma'an sakhinan, ujë të nxehtë. Thumma sana'a fiha dakka. Thot pastaj i hodhi dhe diçka tjetër dhe u bë si brumë ajo. Pastaj filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta rrotullonte me dorë derisa ajo mori formë. Më tha mua, kush është personi? Wathila ibn al-Asqa. Idhhab fa'ti bi'ashratin anta 'ashiruhum. Zgjidh 10 bashkë me ty. I mora, thot dhe i solla. Hëngrëm të gjithë, thot. Hëngrëm të gjithë dhe e pash, thot. Ajo, thot, nuk kishte paksuar asgjë. Pra kanë hëngrë të gjithë, kur ka pa atë enën, ndërkohë që ai ishte kthyr prap siç ishte në fillim. Që 25, 40 persona ushqehen me disa copza buke. Këtë hadith gjithashtu e transmeton sahabiu i nderuar Wathil ibn al-Asqa, i njëjti transmetues. Ndërsa si vend gjendet në librin Hiljetur al-Awliya i Imam al-Haythamiut, me isnad hasan, edhe në librin Dalailun Nubuwa të Ebu Nuaimit. Po i përmend këto thjesht me e ditë që këto ngjarje janë ngjarje të transmetuara, kanë transmetim. Wathil ibn al-Asqa tregon prap, thot, isha me banorët, isha me ata të Sufës, me ata që rrishin në fund xhamis, kanë qenë një grup këta që rrishin në fund xhamis. Thot, jo vetëm unë, po edhe shokët e mi, thot, ishim tepër të uritur. Më thanë mu shokët e mi, o Wathile, shko tek pejgamberi alayhis salam të kërkoj ushqim për ne, se pan që herën e kaluar i shkoi muhabeti, thanë, shko edhe këtë herë. Shkova, thot. Ja Rasulullah, inna ashabi yashkun al-ju', o pejgamberi i Zotit, ato shokët e mi atje në fund xhamis kanë uri të madhe. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, ja Aisha, hal indaki min shay? O Aisha, a ke gjë në shtëpi? Si më thoni, ka fol nga xhamia, i ka fol Aishës. O Aisha, a ke gjë në shtëpi? Qalet ja Rasulullah, ma indi illa fetatu khubzin. O i dërguari Allahut, nuk kina gjë në shtëpi përveç se ta copza buke. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, hatihi, silli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mori këto copzat, i futi në një enë, i hodhi një lëng gjelle,
dhe po shihja thotë se si u mbush ajo ena, u mbush plot. Më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja wathil idhhab fajibi 'ashat min ashabik wa anta 'ashiruhum. O wathile, sill 10 persona, po ti duhet të jesh i 10-ti. Shkova thot, i mora shokët e mi thot, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam tha, ijlisu. Khudhu bismillahi min hawalejha wa la ta'khudhu min a'laha, fa inna al-barakata tanhadiru min a'laha. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uluni, na uli thot 10 persona dhe tha, hani nga cepat e tepsis, jo nga lart, se bereqeti bekimi zbret nga lart. Hëngrën thot të gjithë, u ngopëm të gjithë, ndërkohë që thot shoh tepsin, tepsia ishte thot siç ishte në fillim. Pejgamberi sa se më rregulloi pak me dorë dhe më tha, ja wathile, idhhab fajib bi'ashr min ashabik. O wathile, sill edhe 10 të tjerë. Shkova thot, i mora 10 të tjerë, e njëjta gjë tha, uluni, boni bismillah, hani nga cepet, mos hani lart, se nga lart zbret bekimi. Mbarun këto thot, shifun thot, ai ishte siç ishte. Tha, o wathile, tha, sill edhe 10 të tjerë. Shkova thot dhe solla 10 të tjerë, e njëjta ngjarje. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hel baqiya ahad, a ka ngel njëri më? Tha pejgamberi i Zotit, ka ngel edhe 10 të tjerë. Sa u bon? 10, 30, kjo është e 40-sha. Qala fadhhab faji bihim. Tha, shko dhe silli dhe ata të 10. Shkova thot, i morë dhe ata të 10, u tha dhe atyre të njëjtën gjë, thot wathile, thot wa baqiya fi safhati mithla ma kan, thot ngeli thot tepsia siç ishte në fillim fare. Pastaj më tha mua, ja wathile idhhab biha ila Aisha. O wathile, merre këtë tepsin, çoja Aisha, se ishin edhe nënat e besimtarëve atje që me që s'kishte ushqim shpisi, më thënë, sallallahu alaihi wasallam. 80 persona ushqehen me shumë pak bukë, ndërkohë që mbeti çdo gjë ashtu siç ishte. Këtë hadith e transmeton Enes ibn Malik, ndërkohë që këtë hadith ne e gjejmë në Buhari edhe në Muslim. Edhe ky besoj do të jetë i fundit për sot. Okej. Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala tregon, Abu Talha, Zeid ibn Sahel al-Ansari, bashkëshorti i Sulejmit, nona e Enes ibn Malikut. E pa Abu Talha thot pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ishte në xhami i shtrin, dhahrën li batn, i shtrin me shpinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdha tek Sulejmi. Kush tregon tani? Abu Talha. Erdha thot tek Sulejmi dhe i thash, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të shtrin xhami, thot rrotullohej nga barku në shpinë. Menoj se e kishte prej uris. E ke parasysh është robi uritur? Ç'a të bëj? Rrotullohet majtas djathtas. Po të them, i thot Sulejmit, i thot po të them që kur foli pejgamberi sa se në xhami e kishte zonin e dobët. Dhe mendoj se e kishte zonin e dobët se ishte i uritur. A kemi gjo qa me i dhonë? A kemi gjo qa me i qu pejgamberi sa se? Sulejmi kishte disa rreth buke, po prej elbit. Rreth buke prej elbit. Thot, i mori, thot, i nxorri, nga i kishte, i mblodhi, ca mi vunin kokë, thot, Enesi tani, ca mi vunin kokë, thot, ca mi futi këto poshtë, thot, e ma i mirë, se mos të bimë. Dhe shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e gjeta që ishte ulur me shokët e tij. Po e shifsha, po vinte turp me fol. I dërguar Allahu sa se më tha,
Erseleke Ebu Talha, Ebu Talha të ka çu? Thash po. Bitam, me ushqim? Thash po. Ushqim, do të thonë buka, kupton se ishte ushqim, s'kishte gjellë, vetëm bukë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokëve të tij që ishin ulur me të, kumu, çoni, se do të shkojmë thot deri tek Ebu Talha. Unë shkova thot para, aty në thot tek Ebu Talha për t'i tregu. Kur Ebu Talha merr haberin, del nder, sa del nder shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kishte arrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U habit Ebu Talha se ajo që kishin ishte shumë pak për numrin që po shoqëronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hallammahu fa inna Allah sayaj'alu fihi al-baraka." Merre me qetësi se Zoti do të lëshojë bekimin e tij bereqet mbi të. Dhe pastaj u fut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Talhan në shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ummu Sulejmit, nonës e Enesit: "Halummi ya Ummu Sulejm, ma indeki, a ke ndonjë gjë tjetër?" Ummu Sulejmi thot kishte një enë në të cilën kishte mbetur pak gjalb dhe një enë tjetër në të cilën kishte mbetur pak mjal. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam silli. Mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një enë të madhe, e tepsi apo diçka tjetër, i hudhi ato copzat, ato rrafët e bukës së elbit mrena, pastaj e mori thot këtë gjalpin, ja rrotulloi sipër, edhe mjaltin thot ja rrotulloi, ja shkundi sipër dhe filloi të lutej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të lutej. Pastaj më tha mua Enesit: "Idhen li 10, le të futen 10. Kur u futën 10 parët, ju tha atyre: "Kulu wasammu", hani me emrin e Zotit, pra të boni bismillah. Thot hongrën 10 parët, u ngopën. Pastaj më tha: "I po leje 10 të tjerëve e njëjta gjë. I po leje 10 të tjerëve, u futën 10 të tjerë. I po leje edhe 10 të tjerëve, u futën 10 të tjerë." Derisa thot mbaruan të gjithë ata që ishin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ishin afërsisht 70-80 burra. Pastaj thot neti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe hongri me ne. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka net dhe ka hungur me njerëzit e shtëpisë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mblodhi atë që kishte mbetur nga ajo që hongër me ne të fundit fare dhe u lut për bekim. Kur u lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për bekim, u kthy edhe një herë tepsia siç ishte në fillim fare. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Këtë mbajeni të ushqeheni për vete." Dhe i më ushqyer thot ne me këtë dhe kanë ngrënë edhe komshit ton për këtij ushqimi, pra ju ka dalë këtyne dhe komshive të tyne. Tu kemi dy mrekulli faktikisht, mrekullia e shtimit të ushqimit dhe kemi mrekullinë si më thënë, e njoftimit pa i thënë. Kush të ka çuar? I tha Abu Talha, tha po. Pra, pa i treguar se kush e ka çuar, dhe e dyta, mrekullia e shtimit të ushqimit. Dietarët kur flasin për kapitullin e shtimit të ushqimit në duart e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose nga lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të gjithë thonë është mutawatir. Mutawatir do të thotë transmetim masiv, siç është transmetuar Kurani. Mrekullia 127, 130 burra ushqehen dhe ngopen me një mëlçi delje. Sa mund të jetë mëlçia e delës? Po kur e ka prek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur ka bë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë ka mlu dhe vetëm ju hipte. Vetëm ju hipte, s'maronte, nuk maronte asnjëherë. A ta shohim se është një ngjarje interesante.
Mundohemi ta lexojmë shpejt. Transmeton këtë Buhariu, pra transmeton Buhariu, Abdurrahman ibn Abu Bekr është transmetuesi. Pra çuni i kujt? Çuni i Ebu Bekrit. Ishim thot me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot 30 wa 100, pra 130 njerëz. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam na tha, a ka në njëri ushqim me vete? Hel ma ahadin minkum ta'am? A ka në njëri ushqim me vete? Njëri thot kishte, thot pak ushqim dhe ja solli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e bëri si e zbuti me ujë dhe e la aty. Pastaj erdhi një njeri thot i cili ishte i dhujtar. Kaloi aty drejti një i dhujtar. I fortë, thot, i fuqishëm dhe i bëshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, a na jep një dele? Tha i po, ua jap. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a na e shet apo na e bë dhurat? A i tha jo, thot, ua shes. Edhe ja bleu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë therrëm, e rjepëm, e njerëzit thot ishin shumë të rritur, nuk prishin dot që të piqej. Mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mëlçin dhe filloi thot ta piste në zjarr. Pasha Zotin thot, "Wajmullah, ma fi 30 illa qad khazza lahu nabi sallallahu alaihi wasallam khazzatan min sawadi batniha." Pasha Allahun thot, kemi qenë 130 njerëz, s'ngeli njeri thot, pa i dhon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga i cop, dhe gjithë secili prej tyre thot u ngop. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata përgatisim dhe delën, si s'kishin filluar la me delën. Thonë ato, jo, pejgamberi i Zotit, e morin për në Medinë. Dhe e morën për në Medinë, nuk e prekën fare. Si më thonë, kanë hongër të mendshmet e delës aty. Edhe pastaj, a ideja kush është? Ideja është që Allahu xhelaluhu, do të thonë, ka ushqyer si mrekulli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 130 veta me një mëlçi deleje, tham transmetimin e hadithit dhe gjejmë tek Buhariu dhe Muslimi. Mjaftohen me kaq inshallah taala. Ndërkohë që do kemi prapë gjëra shumë të bukura, interesante me shpresën e Allahut xhelaluhu. Kemi këtu me 300, kemi këtu me 1000, kemi me 1400. Subhanallah. Të gjitha janë transmetime të sakta, mrekulli të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, çfarë gjëra është bukura, çfarë gjëra të mrekullueshme, do të thonë i kanë përjetuar këta njerëz. Tani llogarit si ka qenë besimi këtyre njerëzve për shembull. Që i kanë pa këto mrekulli me sy, i kanë përjetuar, kanë pi nga ujiti, kanë hëngur nga ushqimi. Kupton të çfarë imani kanë pas ata njerëz, çfarë besimi kanë pas ata njerëz. Subhanallah. Do të thonë ne jemi këtu masi 1500 vjeç. I lexojmë, kënaqemi, na shtohet besimi, na forcohet besimi masi 1400 vjeç. Po ato që i kanë pa me sy, i kanë përjetuar. Për këtë arsye o vëllezër, nuk ka njeri që mund barazohet me sahabët. Nuk ka vëlla. Nuk, do të thonë, pejgamberi sa më tha, sikur ndonjëri për ju ta t'japi sa mali Uhudit flori, sadaka, sa mali Uhudit flori sadaka, nuk barazohet me një sahabi kur jepi grusht hurma. Po pse? O vëlla, çfarë besimi kanë pas to vëlla? Kupton të çfarë besimi kanë pas to? Ne i lexojmë sot, na forcohet besimi, inshallah përmirësohemi, rregullohemi ne, kupton? I lexojmë. Edhe inshallah shërben për mirë për ne. Po ai që i ka pa me sy vëlla, që i ka përjetuar. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të vijë një kohë tha, do të vijë një kohë që do të ketë përballje musliman dhe jo musliman. Dhe do të thonë, a kemi në mesin ton sahabi bashkos profetit? Thonë po, luftë e fitume. Pastaj do të vijë kohë tjetër dhe do të thotë, a kemi në mesin ton në një që ka pa sahabi? Tha po,
luftë e fituar. Pastaj do të vinë një kohë që do thonë, a kemi në një që ka pa shokun e pejgamberit alayhis salam, do thonë po, luftë e fituar. Pse? Sepse është ndjeshmëria, është yaqini, është siguria e këtyre njerëzve, besimi i këtyre njerëzve nuk është i paimagjinueshëm, vallahi bilaj, për Zotin. Për këtë arsye themi ne që në besimin ton, domethënë prekja e sahabëve është prekja e fesë. Pse sa ato kanë përcjell është metali më i mirë, minerali më i mirë që ka feja jon sahabët. Po u prekën ato, po ngacmova ato, do të thotë ti faktikisht duke prek transmetuesin dhe përçuesin e fesë. Për këtë arsye muslimanët e vërtet dallohen se i duan sahabët, i vlerësojnë, luten për ta, dhe muslimanët, le të themi, e devijuar, e në ata të cilët flasin keq, i mallkojnë e tjerë që s'kan lidhje pastaj me fen e Zotit, Allahu na ruaj. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Zoti shpërblet.